Procesi i zgjerimit të Bashkimit Evropian ka hyrë në një fazë të re me 4 konferenca ndërqeveritare të zhvilluara në të njëjtën ditë, një prej të cilave përfshin Shqipërinë. Komisionera Evropiane për zgjerimin Marta Kose cilësoi këtë një moment të rëndësishëm për vendet që synojnë anëtarësimin në Union. So today it is really a super Tuesday. Sot është një super e martë për zgjerimin e Bashkimit Evropian. Për herë të parë, në më shumë se 2 dekada, po zhvillojmë 4 konferenca të anëtarësimit në të njëjtën ditë. 4 vendet që kryesojnë procesin, po hedhin hapa të mëdhenj përpara në rrugën e tyre drejt anëtarësimit në BE. Në këtë proces Shqipëria shënon një hap të rëndësishëm pasi pritet të mbyll kapitullin e parë të negociatave, kapitull që do të përfundojnë lidhen me shkencën dhe kërkimin, arsimin dhe kulturën, si dhe marrëdhëniet me jashtë. Përfaqësuesja e Komisionit Evropian e vendosi Shqipërinë mes vendeve që po avancojnë në procesin e integrimit, ndërsa Mali i Zi vijon të jetë vendi më i avancuar në negociata me 18 nga 33 kapituj të mbyllur. Shqipëria do të mbyll kapitujt e saj të parë të negociatave. Mali i Zi ndodhet tashmë në fazën përfundimtare të negociatave formale. Tani, ky moment pozitiv duhet të shndrohet në rezultate konkrete në teren. Krahas Shqipërisë dhe Malit të Zi edhe Ukraina dhe Moldavia po ecin përpara në rrugën drejt Bashkimit Evropian në një kohë kur zgjerimi është rikthyer në qendër të agjendës së Unionit. Mbyllja e kapitujve të parë për Shqipërinë përbën një nga fazat më të rëndësishme të negociatave, por vendi duhet vijojë punën për përmbushjen e kushteve në kapitujt e tjerë, përpara përfundimit procesit teknik të anëtarësimit. Ministri i Jashtëm Ferit Hoxha në rrjetin social shkruan: Ato që duken si data në një afat kohor janë në fakt momente historike që pasqyrojnë një transformim të jashtëzakonshëm, rezultati punës së palodhur, angazhimit të vërtet dhe të vazhdueshëm institucional, vendosmërisë së fortë dhe vullnetit të palëkundur politik. Pas rritjes jeshile, Shqipëria konsiderohet plotësisht e njësuar me standardet e Bashkimit Evropian në këto fusha, por sigurisht puna më e madhe mbetet ende përpara. Konferenca 9 ndërqeveritare konsiderohet një moment i rëndësishëm në ecëninë e negociatave, ndërsa autoritetet kanë përsëritur objektivin për të përshpejtuar ritmin e reformave dhe për të çuar përpara mbylljen e kapitujve brenda 2027-s dhe me synim që anëtarësimi të përmbyllet brenda vitit 2030.